Përshëndetje gjithë shikuesve, veçanërisht tatimbakuesve të cilët po na ndjekin. Jemi prapë në episodin e dytë në platformën e podcastit ton ATKMZ, ku sot, për dallim nga era kaluar ku kemi folur mbi proceset të cilat zhvillohen në drejtim të edukimit dhe informimit të tatimbakuesve, sot do të flasim mbi një sistem i cili pak di se si punohet, por që është krucial mbi integritetin dhe transparencën e administratës tatimore të Kosovës. Dhe për këtë sistem dhe për sistemet e tjera të cilat çdo ditë do ta transformojnë administratën tatimore të Kosovës, do të flasim me një person i cili ka bërë shumë rreth këtij procesi dhe ndoshta shumë pak keni mund ta hasni, ta shihni ose ta dëgjoni. Dhe unë kam kënaqësi që sot me mua është Agron Hamiti, drejtor aktualisht i Departamentit të Teknologjisë Informative. Mirë se erdha, Agron. Mirë se gjej, Valentina, faleminderit shumë për ftesën, për gëzime për emisionin. Shumë i qëllum, mendoj unë, është një risi për neve si administratë tatimore, kështu që të përgëzoj, edhe nuk kam dyshime që do i sukses shumë. Agron, njerëzit mbrana, por ndoshta edhe një rreth më i rezervuar e din për ty kush je, din proceset që i ke shtypur para, punë që janë zhvilluar bashkërisht me kolegët tanë, po ndoshta është koha që na e kemi përmendur edhe në hyrjet e këtij projekti që mandati i ATK-s është informimi dhe edukimi, dhe kemi zgjedhur një formë e cila ka një rëndësi të veçantë se si përshohet mesazhi. Sot në këtë episod kemi me fol jo për aktualitetin tënë, e që është jo pak i rëndësishëm, është jashtëzakonisht i rëndësishëm, po do të flasim mbi një proces i cili e ka ndikuar dhe ka diktuar jashtëzakonisht shumë gjithë integritetin e institucionit. Do të flasim mbi ndërtimin e analizës së riskut. Ndoshta tjerë duhet me ditë ose pak e din se për çka është ndërtuar, qëllimi i saj dhe çka ka pasur në synim që të evitoj ky sistem, ky projekt. Faleminderit shumë, Valentina. Është e vërtetë është një metodologji, një qasje e re administrata tatimore, në këtë rast edhe administratës tatimore të Kosovës, një mënyrë e ndryshme si qasemi probleme, edhe si qasemi komplet procesit përmbushjes. Meqense si procesi përmbushjes është bukur i gjanë me fol për të. Neve si administratë tatimore kemi mandatin dhe detyra jonë është që të mbledhim tatime duke zbatuar bazën ligjore. Normalisht që kur flasim për analizën e riskut nuk kemi mundësi me fol për të pa fol njëherë për konceptin më të gjanë që ka të bëjë me procesin komplet të menaxhimit të rreziqeve të përmbushjes. Ndoshta më na i ndo, cilat janë ato rreziqe, cilat kanë qenë dhe cilat janë aktualisht? Sigurisht, po deshta me fol një herë për si koncept, si qasje, si metodologji, është një prej funksioneve, shtylla bazë të secilit administratë tatimore. Meqense qëllimi i secilës administratë tatimore është me ngrit nivelin e përmbushjes vullnetare. Kur po themi ngritja e nivelit përmbushjes vullnetare, kjo vullnetare është nga shpesh kush është kuptu ose është keq kuptu si diçka që bëjmë vullnetarisht, në vullnetin e mirë të individëve. Apo ndonjë aktivitet. Në vullnetin e mirë të individëve. Ti është kom vullnet për me bëni diçka, po jo, nuk është ashtu, është respektimi i bazës ligjore. Edhe kur kemi pas punu edhe në strategjinë e përmbushjes, e dimeni ndërkombëtar, edhe kolegët, edhe gjithë neve pyesnim në atë kohë, ka qenë viti 2011, sa kujtoj, edhe pyesnim atë ekspertin me shumë përvojë, edhe i thashim për mirë, na shpjego këta përmbushja vullnetare, edhe në çka është. Edhe e kujtoj që na u përgjigj shumë shkurt, atë në thash zbatimi i ligjit, atë shumë shkurt. Përmbushja vullnetare është mos më shkruaj penalizime. Kur flasim për përmbushjen vullnetare, gjithëherë nën kuptojmë zbatimin e ligjit. Pra është një prej menaxhimi i rreziqeve të përmbushjes, është një prej shtyllave kryesore në administratat moderne, në menaxhimin efikas dhe profesional të tatimeve. Organizatat e ndryshme që është OECD, Fondi Monetar Ndërkombëtar, rekomandojnë administratat tatimore që të aplikojnë edhe të heqin dorë nga qasja tradicionale, metodologjitë e vjetra ose tradicionale, mundem me thonë, edhe të përqafojnë qasjen e re që është bazuar në qasja, bazuar në dëna dhe bazuar në vlerësimin e rreziqeve. Pra, çdo vendim do të jetë i bazuar në dëna dhe në rreziqe. Po,
Kur flasim normalisht për këtë pjesë, shumë prej nesh kur flasim për analizën e riskut kuptojmë një sistem e ngushtojmë çka bën shumë, analiza e riskut? e ngushtojmë çaq shumë, e ngushtojmë aq shumë sa që thjesht e lidhim, asociojmë me diçka që është një sistem i cili veç po enton tatim pagues bazuar në disa kritere të riskut. Koncepti i menaxhimit të rrezikeve të përmbushjes shkon shumë përtej kësaj. Është koncept shumë më i gjerë dhe lidhet me atë se si administrata tatimore e kupton sjelljen përmbushëse të tatim paguesve, pra e kupton administrata tatimore se si sillen fillimisht tatim pagues karshi përmbushjes, si administrata tatimore i qaset identifikimit dhe si njeh ajo fakturë që ndikojnë në këtë mjedis, pra flasim për gjithëherë për përmbushjen e detyrimeve tatimore, ndikojnë shumë faktorë. Faktor ekonomik, social, shumë faktor tjerë, pra se cili faktor analizohet, trajtohet nga këndvështrimi i tij. Pastaj masat, strategjitë, veprimet që i ndërmerr qasja e administratës tatimore ndaj trajtimit, fillimisht identifikimit, trajtimit këtyre fenomeneve dhe matjes edhe vlerësimit në fund të dukurive. Pra është një koncept shumë më i gjerë se sa vetëm sa kritere ka analiza e riskut që një tatim pagues të futet në kontroll? Aktualisht ka 70 kritere. Më herët kemi pas 220 sa kujtoj. Dhe me thonë ka shku në fuzionim të tyre, po kriteret janë bërë shumë më komplekse. Me qenë se dhe vetë sjellja e tatim paguesve shumë më komplekse, baza ligjore gjithherë kërkohet që tjetë, dhe me thonë kemi një dinamikë komplet ndryshe, fillimisht si administrata tatimore edhe legjislacioni edhe kërkesat ligjore, se kur përflasim për kërkesat të ndaj përmbushjes, dhe me thonë kemi parasysh gjithherë bazën ligjore, legjislacionin tatimor. Edhe shumë herë derisa s'kemi fillu këtë qasjen e përmbushjes, këtë aplikimin e metodologjisë menaxhimit të rrezikut, e ke pas vështirë prej një personi të administratës tatimore me pak fjalë me t'i përshkruaj cilat janë këto kërkesa që i ka administrata tatimore ndaj tatim paguesve. Po realisht tash me secilin që të folsh e din cilat janë kërkesat bazike, pra duke fillu prej pjesës së regjistrimit, dokumentimit, mbajtjes së dokumentacioneve, regjistrimit, pjesa e deklarimit që duhet bëhet ato që tham konform bazës ligjore, deklarimi i saktë dhe në kohë, dhe pjesa e fundit që është komponenta e pagesës, që është një prej komponentave kryesore. Mirë, po kry faza e parë ose komponenta e parë, asesi nuk mund të kalohet në këtë pjesën e fundit. Pra, kur flasim për menaxhimin e rrezikeve të përmbushjes, flasim për një kompleks të gjerë të kërkesave, faktorëve që ndikojnë në këtë proces të përmbushjes, dhe qëllimi final, synimi i menaxhimit të rrezikeve, përkatësisht i modelit që ndjekim, ka të bëjë me atë që synojmë që të ngrisim administratën tatimore në një nivel komplet tjetër, të bëjmë një administratë inteligjente në plot kuptimin e fjalës, që pranon, grumbullon dhona dhe këto dhona i përpunon për qëllime të asaj që thamë. Pra, koncepti nuk lidhet vetëm me pjesën e caktimit të rasteve për kontroll. Kjo që po e them ka të bëj edhe me komponentën e edukimit të tatim paguesve që sapo përmendëm. Është një gomë brenda këtij sistemi. Komunikimi i tatim paguesve, ju e dini fare mirë se kemi bashkëpunuar gjatë edhe në projektet e ndryshme të përmbushjes, po një prej komponenteve kryesore ka të bëjë edhe me mënyrën se si qasmi, fillimisht si e kuptojmë na sjelljen karshi përmbushjes, segmentimin e tatim paguesve, pra kemi lloje të ndryshme të tatim paguesve që nuk kërkojnë trajtim të njëjtë, secili e kërkon trajtimin ndryshe, varësisht prej mënyrës organizimit, masisë, sektorit ku veprojnë ata, e shumë veçori të ndryshme që i bëjnë ata që të kenë atribute të ndryshme dhe të kërkojnë trajtim ndryshe. Krejt kjo synohet që të kuptohet fillimisht edhe pastaj të bën plane, strategji, mënyrën se si të drejtohen aktivitetet. Analiza e riskut mendoj që nuk ka qenë e rëndësishme vetëm për
përjashta institucionit tonë, po ka qenë e rëndësishme që ta ndihmoj brenda procesin tatimor brenda institucionit dhe të ketë atë diskrecionin brenda zyrtarit tatimor dhe biznesit. Qysh e ke pati sa është ndryshe sot dhe sa e ka rregullua dhe këtë procesin e punës, do thotë krejt kjo pjesa e ndërtimit të një sistemi siç është analiza e risku, sepse është anasjelltas, sa ndihmon jashtë, sa ka kriju transparencë dhe ka ndërtuar atë në një nivel kaq mirë që e tham edhe në episodin e kaluar, ka një integritet të vlerësuar ndërkombëtarisht, po ka rregulluar edhe procese të brendshme që sot janë më pak të mundshme nga dora e njerëzve. Po flas këtë rast nga punojësit e ATK-s. Sigurisht, Valentina, këto ndryshimet gjithherë kanë një dozë rezistence. E kujtoj, ne këtë qasjen metodologjinë edhe modelin e OECD-s për menaxhimin e rrezikeve të përmbushje e kemi fillu shumë kohë ma herët. Dhe me thonë edhe me plot, si me thonë, bedi e them që kemi qenë ndër të parët në Evropën juglindore që kemi fillu dhe kemi përqafu konceptin e tillë të menaxhimit të rrezikeve të përmbushjes. Duke fillu edhe duke i zbatu gjitha fazat e procesit që shkojnë nga konteksti në cilin operojmë. Kur flasim për kontekstin e operimit, flasim për analizën e faktorëve të mjedisit, e këtu hyn analiza SWOT dhe PESTI. Pastaj në fazat rëndës secilit prej fazave të procesit menaxhimit rrezikut, duke filluar nga faza e hershme e identifikimit të rrezikeve, analizimit tyre, vendosjes prioriteteve, trajtimit përmes strategjive të ndryshme, neve pastaj monitorimit, vlerësimit, faza edhe përsëritet si cikël vazhdimisht. Kujtoj që në vitin 2012 ne kemi bërë strategjinë e parë të përmbushjes. Në fakt në atë kohë ka qenë edhe një kriter strukturor për qeverinë e vendit. Kriteret strukturore prej fondit monetar për alokimin e një kredie që ka qenë 10 milionëshe. Mos të përmendi shifra se nuk më kujtohet saktë, po me sa mbaj mend ka qenë. Reforme ka qenë. 10 milionëshe të paktën ka qenë kredia. Edhe kriteret strukturore u dashke që të dorëzohen në kohën e caktuar sipas kërkesave që kanë qenë specifike. Edhe sa kujtoj në atë kohë, ish drejtori në atë kohë kur mbarum gjithçka dhe në fakt e mbarum në kohë rekord me grupet punuese. Edhe unë po ngjitesha, po reflektoj pak kujtimet më hershme, unë po ngjitesha shkallëve lartë kur drejtori i përgjithshëm filloi edhe në atë kohë edhe po rrin kështu gadit. Edhe unë kur është hapë pyes tash pse kjo, adem pse ça po rrin ashtu, thash, adem kina i problem, jo tha po 3 gadit ty. Thash çysh ka mundsi, unë isha si me thonë nivel menaxherial i mesëm edhe nuk ose zyrtar me thonë, po, që drejtori i përgjithshëm i nejt gadit një zyrtar, ka më. Mirë po, ajo qasja, ajo thjesht vlerësimi për punën që kishin ba grupet, nuk e kisha ba unë ato, po e kishin ba grupet punuese, po, normalisht. Edhe e kishin ba në kohën e duan, si pas kërkesave duna, edhe tha, po kur s'ju ri juve gadit ku i ri. Dhe me thonë që ne e keni zdrit ftyrën në atë kohë, dhe me thonë edhe u aloku, dhe me thonë u plotsu edhe si kriter strukturor. Edhe sa më kujtohet, pastaj dokumente tilla, Valentina janë kërku edhe prej përfaqësuesit kryesor të fondit monetar ndërkombëtar për Evropën juglindore, janë kërku nga drejtori, kam edhe shkresën në ende të rujtën, janë kërku si model për vende tjera. Jo vetëm në Evropën juglindore, po unë po besoj edhe në vende tjera. Tash, a jemi të krahasueshëm me ta? Ata janë të krahasueshëm me ne. Me thonë, na po flasim për vitin 2012 këtu. Me thonë 15 vjetë, afërsisht 15 vite, po, e me qenë se tash edhe vendet e rajonit kanë ecë bukur mirë në këtë aspekt, po kemi qenë lider. Dhe po më duket që pa modesti normalisht ka pas avancime, gjatë kësaj kohë ka pas sakrificë, ka pas sfida të ndryshme, mirë po unë po besoj që
jemi në rrugën e mbarë edhe sot kësaj dite që ta bëjmë një administratë ende më moderne se që është aktualisht dhe që realisht jemi në garë të fort, jo me vendet e rajonit, se asnjëherë nuk isha si garus me tonë, po të marrim vendet më të mira model edhe të garojmë me ta. Po du mu këthy prap të organi kryesor i ATK-s të ky sistemi i analizës të riskut. Po tu më ta bani pyetje që jam shumë e sigurt që shumica e tatim paguesve bizneseve kishin dashur me po. Me që na po komunikojmë me ta dhe jo vetëm përmes podcastit dhe intervistave të ndryshme që bëjmë nëpër media, po edhe përmes vizitave që janë të bëha vazhdimisht nga drejtori i përgjithshëm bashkë me ekipin e tij. A ndodh me gabu ndonjëherë ky sistem? Sistemi se të meta borç pak edhe në pyetjen paraprake, kur the se eliminon subjektivizmin. Normalisht kur flasim për sistemin e menaxhimit të riskut, përkatësisht analizën e riskut, ajo bazohet në kritere, në dhëna. Në ato kritere që i përmendëm. Administrata tatimore mbledh dhëna. Dhënat vijnë nga dy burime kryesore. Kemi burimet dhënat brendshme dhe burimet të jashtme të dhënave. Në burimet brendshme kryesisht bazohet në deklarimet e tatim paguesve, në librat që kemi, regjistrimet e ndryshme, informatat që vijnë nga brenda, nga vizitat që i kemi në terren, kontrollet, sjelljet tatim paguesve, pra analizojmë sjelljen e tatim paguesit. Për shembull 5 vitet e fundit, në 6 vitet e fundit, si është sjell, çfarë historiku ka të përmbushjes. Kjo puna e sjelljes ta përkthejmë është përmbushje sigurisht. Gjitha këto dhëna pastaj përpunohen në kriteret të riskut, vendosen kriteret e riskut, pra vendosja këtyre kritereve normalisht bazohet mbi bazën e dhënave dhe hipoteza që neve ngrisim për një çështje. Për shembull, në rast se themi se dispozita ligjore, e gjitha është e bazuar në dispozitat ligjore. Pra, dispozita ligjore kërkon që tatim pagues që ka një qarkullim mbi 30.000 euro të regjistruan të TVSH, atëherë hipoteza lind me njëherë që a ka të tillë që edhe pse e kalojnë këtë limit, këtë threshold, nuk regjistrohen të TVSH. Edhe kështu ndërtohen. Më thonë, pastaj hyhet në analizë dhëna. Shiqohen edhe ndërtohet profili i rrezikut. Edhe mbi bazën e këtyre profile pastaj vepron. Këto janë parametra, kritere të paracaktuara, ato që them se ekzistojnë mbi 70 sosh aktualisht që bëjmë vlerësimin dhe gjenerohet profili i riskut. Në këtë profil të riskut, realisht ky profil bën rangimin e tatim paguesve, nga tatim pagues me shkallë të lartë rrezikshmërisë deri te ata me shkallë të ulët. Edhe i rangon, si me thonë, 1, 2, 3, 4 edhe rang kështu, prej atyre që kanë rrezik më të lartë. Edhe këtu hiqet edhe subjektivizmi. Pra faktori njeri ka shumë pak dorë në këtë proces, për mos me thonë fare. Krye fjala është kjo. Po, se gjithçka bazohet në dhëna. Neve as nuk i njohim ata tatim pagues, as nuk e dim kush janë ata tatim pagues. Jeni një ekip që keni punuar brenda zyrës, nuk keni punë me terren. Nuk gjithçka na shfaqin dhënat. Bili din me qenë nganjëherë shumë surprizuese ato. Atë kanë surprizuar ne. Po, shpesh herë të surprizojnë, edhe ndoshta për disa që mund të jenë ndoshta me emën të kështu kur po them name apo të njohshëm, do me thonë në kuptimin e emrit që përfaqësojnë, edhe kur i sheh aty, do me thonë pse se ajo bazohet në dhëna, ndërkohë që perceptimin ti ndoshta e ki komplet që është më i miri, po dhënat ta shfaqin një diçka që është krejt ndryshe. Dhe anasjelltas. Do me thonë, edhe këtu qëllimi jonë nuk është me eliminu komplet faktorin njeri, po faktori njeri aty ku sistemi duhet të jetë suportues, ndihmues në kryerjen e punëve. Dhe asesi, do me thonë që të jetë një pengesë, përkundrazi, kolegët tonë kanë informacion tashmë shumë më të bollshëm edhe të lloj-llojshëm kur caktohet edhe tatim paguesi për kontroll ose vizita. E kanë informacionin komplet, shkon informacionet e ata nuk kanë dorë në caktimin e rasteve. Kjo është e mira. Edhe e hjek subjektivizmin nga ta.
eliminon subjektivizmin tërësisht, do të thonë nuk kanë mundësi ata me caktu rastin e parë, me anashkalu në fakt rastin e parë e me kalu te i dheti. A ka një listë? Ka një listë dhe ato, do të thonë komplet, thash se sistemi i gjeneron në bazë të renditjes. Renditje kronologjike edhe caktimi i tyre bëhet në çat formë. Do të thonë, në rast se kërkohen 10 raste, 10 parat shkojnë tutje. A ndërlidhet kjo puna e se si është ndërtu në çfarë dimensioni dhe në çfarë kritere që veç i përmenëm deri me tani të analizës së riskut, a është ndërtu bashkarisht me to, ose paralelisht me to, edhe kohëzgjatja një kontrolle? Kohëzgjatja e kontrollit varet prej kompleksitetit, varet prej periudhave që hapen, varet prej transaksioneve që janë, do të thonë brenda asaj periudhe, sa është madhësia e subjektit, sa janë transaksione në rast se ka palë me jashtme, do të thonë duhet verifikohen gjithçka. Mirë, po tashmë përveç eliminimit subjektivizmit, një prej faktorëve kryesor që ka ndiku për të mirë analiza e riskut, ka të bëjë edhe me atë që përveç që hjek këtë pjesën e subjektivizmit, eliminon në mas të madhe dhe kohën e nevojshme që ma herët na është dashur, se unë vetë kum qenë inspektor i kontrollit, edhe na është dashur ndoshta 1 javë, 2 javë me i shpenzu kohë veç në verifikim të faturave. Tash bazu në parametrat, kriteret që jepën analizës të riskut, ajo vlerëson vetë sistemi. Do të thonë, në rast se ka mos përputhje të transaksioneve në mes dy palëve, vetë sinjalizon analiza e riskut, ngrej flamurin e kush edhe thjesht aty pastaj edhe i shfaq ku janë ato diskrepanca, në rast se ekzistojnë. Kështu që detyra e inspektorit është veç me shku dhe me i verifiku pastaj. Nuk ka nevojë me humb 2 javë ose 3 javë kohë me i verifiku një nga një faturat, cilën punë neve para se me ndodh kjo e kemi bë. Do të thonë brenda miliona transaksione që ndodhin brenda një dite arrin me identifiku çato transaksione të cilat kanë mospërputhje. E që është një diçka shumë e mirë që nuk do të mund të bëhej ndryshe përveç ashtu. Do të thonë manualisht është një proces i cili thash veç te një rast ndoshta me javë tona edhe nuk e mujt me identifiku sakt gjitha këto. Që bie që destinimi i inspektorëve ka qenë shumë i madh dhe është shpenzu kosto kohore shumë në verifikim ose në krijim profilit të një tatim paguesi. Eksakt. Tashmë koha cilën e kanë dispozicion inspektorat e kontrollit është kohë shumë e madhe për analiza më të avancume edhe për çështje tjera, sesa çështje të cilat ka arrit vetë sistemi me i detektu. Pra vetëm çështje të cilat janë materiale ose që me rastin e vizitave në terren gjinden aty e që sistemi normalisht nuk mund t'i detektoj, ato janë me interes për dhe të njëjtat regjistrohen databazë dhe pastaj shihet sjellja e tatim paguesit për një periudhë më të gjatë kohore. Në rast se ka pas do të thonë, në rast se flasim për një tatim pagues që bën sjellje recidiviste në vazhdimsi është i tillë, ose flasim për një tatim pagues i cili një herë ka ndodhur një diçka e tillë dhe nuk është përsërit me kohë. Do të thonë, ne pastaj e vlerësojmë edhe sjelljen e përmbushjes. Në rast se ka përmirësime karshi përmbushjes ose jo. Edhe çfarë paraqet modeli dhe çfarë ndjek modeli si i tillë, zbatimi përkatësisht i këtij modeli është që fillimisht nuk shkohet në kontrolla. Kontrolla është instrumenti i fundit që administrata tatimore e ka. Do të thonë, është vegla e fundit që duhet me zbatu. Kur nuk ke alternativë tjetër. Kur nuk ngelen më alternativa tjera. Fillimisht edhe projektet kur bëhen tashmë në nivel jo të tatim paguesve individual, po bëhen në nivel të sektorëve, të grupeve të ndryshme të tatim paguesve me qëllim që të trajtohen sektorët, edhe niveli i përmbushjes ngritet në nivel sektorial, jo në nivel të tatim paguesve. Meqense
efekti është në nivel sektorit, jo në nivel të tatimbaguesve individual. Për ata edhe vetë qasja modeli është shumë i rëndësishëm për mund ndjek se ngrit nivelin e përmbushjes vullnetare, që është synim edhe qëllimi secilës administratë moderne që të ngrit nivelin e përmbushjes vullnetare. Duke fillu nga pjesa e komunikimit, fillimisht komunikohet me tatimpagues. Ndodhin konsultime, takime direkte, qoftë përmes seminareve ose informim, edukim, dhe pastaj bashkëpunohet shumë me grupet e interesit, domethënë partnerët e ndryshëm, është një bashkëpunim jashtëzakonisht i mirë, dhe tek pastaj pasi dërgohet mesazhi, dërgohen, ndahen, kategorizohen tatimpagues, te tatimpagues që kanë një rrezik të vogël, kryesisht ju dërgojnë mesazhe, letër kujtesa, përmes tyre kanaleve që janë ndërtuar. Kreç që është me evitu një komunikimit, kanale të sigurta të komunikimit që i kemi ndërtuar me tatimpagues. Ndosë ju dërgojmë edhe mesazhet personalizume, kur nuk reflektojnë. Patëm së fundi. Po, mesazhe në telefone dhe kështu. Pas parasysh agron që e kemi digitalizuar në masë të madhe institucionit dhe jo që kemi përfunduar, sepse është një proces permanent, çdo herë don zhvillim. Sa ka nevojë ky sistem me u reformu bashkarisht me zhvillimin teknologjik që bëhet, apo është ndërtuar si i tillë që i përshtatet vazhdimisht ndryshimeve? Me sa mbaj mendun, të paktën kohën që po jetojmë, asgjë nuk i reziston kohës. Gjithçka e kërkon dinamikën e vet. Domethënë, edhe aplikacionet më të fuqishme sot që kushtojnë miliarda, kërkojnë, domethënë, freskime të vazhdueshme. Sidomos kur flasim për sistemin tatimor, që ndryshon baza ligjore, ndryshojnë kërkesat, dukurit bën shumë më komplekse. Kanë tru format për biznes. Shmangja nuk është shmangje klasike, është shumë më sofistikume, më avancume. Domethënë, mirë po, mundësitë nga ana administratës tatimore janë tashmë shumë më të mëdha. Burimi i informacionit është shumë më i madh, analiza cilën duhet edhe instrumentet, veglat që përdoren për analizë dhënave janë të shumëllojshme. Fatbarësisht tashmë edhe inteligjenca artificiale po e kryen punën e vet, edhe ne jemi në proces tashmë edhe të aplikimit sa më shumë të inteligjencës artificiale si në prodhimin e produkteve të reja, ashtu edhe në analizimin në data analytics që kërkon si ngritje e shkatësive dhe kapaciteteve të mbrëmshme. Pra, jemi në proces të zhvillimit edhe të përmirësimit të vazhdueshëm. Sigurisht se do t'i shfrytëzojmë këto përparësi që na jep koha, edhe mundësi që realisht na jep sot digitalizimi i plotë dhe teknologjia. Kështu që jemi edhe pretendojmë të jemi në hap me teknologjinë e fundit, edhe të përmirësojmë si analitikën e dhënave, analizën e dhënave, si mbledhjen, grumbullimin e këtyre dhënave, ashtu edhe komunikimin me tatimpagues edhe me pjesën tjetër. Sot je në departamentin e njërin ndër departamentet më të rëndësishme në autoritetin tatimor dhe brenda këtij departamenti ke një potencial të jashtëzakonshëm që po besoj që nuk është problem me i zhvillu dhe me u bashku këtij hovi të madh të ndryshimeve dhe inovacioneve që na jep. Po du me të pyet nga këndvështrimi yt si agron dhe nga këndvështrimi i krejt zhvillimeve që i ke bo bashkarisht me kolegët tanë, çka janë synimet e ATK-s në drejtimin e zhvillimit të teknologjisë informative e që çdo herë ndërlidhen me lehtësime të shërbimeve ndaj tatimpaguesve, po edhe çdo herë me ruajtjen e besimit, sepse duke mos pas ndoshta transparencë nuk do të kemi në një të ardhmen dhe besim. Ruajtja e besimit prodhon shumë çka për ATK-n, prodhon një dinamik më të madhe të mënyrës se si na operojmë, po gjithsesi edhe si kemi partneritetin që ti veç e përmene. Çka janë synimet e ATK-s në zhvillimin teknologjik dhe çka mendon që duhet ose do të bëhet shumë shpejt e që do të jetë në favor shumë të madh të tatimpaguesve dhe do të ketë një rezultat të dukshëm në ATK?
Realisht, unë besoj fuqishëm që ne si administratë do t'jemi në gjendje që të shfrytëzojmë përparësitë, mundësitë që sapo e përmenda që na jep koha në cilën jemi, epoka e digitalizimit plot, inteligjencës artificiale, kështu që neve jemi veç duke vepru në këtë aspekt dhe besoj që jemi në momentin e duhur që ndoshta të reflektojmë dhe thjesht ndoshta më herët para një viti do ishte shumë herët. Po edhe pas një viti do jetë shumë vonë. Pra, qëllimi jonë është shfrytëzojmë sa më shumë inteligjencën artificiale, proceset ti digitalizojmë, proceset e punës digitalizohen, kjo e rrit nivelin e transparencës, e hjek subjektivizmin, përmirëson efikasitetin në punë dhe jetë kohë kualitative për resurset njerëzore që të merren me punë kreative, me punë cilat realisht nuk ka mundësi sistemi që t'i kryjmë. Me këto nuk synojmë neve komplet tash me tjetërsu ose punë që i ka ba individi ose me hjek faktori njeri prej proceseve, asesi, po mendojmë edhe besojmë fuqishëm që faktori njeri do të mbështetet fuqishëm nga teknologjia edhe inteligjenca artificiale. Dhe vendimarrja përsëri i takon faktorit njeri, në pjesën më të madhe të rasteve. Neve jemi duke punu tashmë edhe në aplikacione të reja, do të po besoj edhe tek pjesa e inspection që drejtori i përgjithshëm ka përmend, se kemi fillu dhe në këtë aspekt që po të merremi me këtë pjesë, është një prej reformave bukur të mëdha, ku kërkohet një digitalizim, nevoja, domosdoshmëria e kohës që të kemi një digitalizim të plot të procesit, nga fillimi deri në fund në të gjitha proceset e punës. Duke fillu nga ajo që folëm më herët, prej pjesës ku bëhet grumbullimi i dhënave, analizimi i tyre, përpunimi tek pjesa që edhe aktualisht e kemi digitalizuar, po edhe pjesa që ndërlidhet pastaj me aktivitetin në terren, mënyra se si mbështetet stafi jonë në aktivitetin në terren. Për gjitha këto, unë po besoj që do të jemi në gjendje që zbashku brenda një kohë të shkurtë të bëjmë zgjidhje të qëndrueshme dhe një zgjidhje e cila do të jetë e kënaqshme për dekadat që na presin, edhe për gjeneratat që vijnë. Pra, kjo do të jetë, ndërkohë që krahas kësaj jemi duke punu fuqishëm edhe në ngritjet e kapaciteteve njerëzore, një prej elementeve shumë esenciale përmbajtësore në vetë gjitha proceset e punës. Pra, faktori njeri mendojmë që është i pazavendësueshëm në kuptimin e resurseve që duhet disponojmë dhe avancimi i këtyre resurseve, sidomos me kapacitete analitike. Tashmë kemi edhe procesin e rekrutimit të 20 praktikantëve, ku 10 do jenë zhvillues dhe 10 data analysts, ku mendojmë që të ngrisim kapacitetet tona edhe të përqafojmë pra këto trejat e teknologjisë. Pra, në një të ardhme të afërt të shoh proceset e punës të digitalizuara tërësisht, ku faktori njeri do të jetë aty për kreativitet, për marrje të vendimeve, në mas të madhe i suportuar pjesën më të madhe prej teknologjisë informative. Ka atë këja ende mbështetje ose asistencë nga partnerët tonë ndërkombëtar, donatorë? Gjithë kjo punë që është bërë deri sot është bërë falë asistencës. Do të thonë që nga koha kur përmenda 2011, kur kemi pas asistencën, edhe dokumentet që i përmenda, strategjitë, përqafimi i qasjes, menaxhimit të rrezikut, është bërë komplet në monitorimin e ekspertëve të fundit monetar kryesisht, po edhe organizata të tjera që jemi shumë falëndërues, sidomos ndaj FMN-s, Gizit, Gjerman, edhe shumë organizata të tjera. Ndoshta nuk do të ma shohim për të madhe në rast se si përmendit gjitha, me qenë se janë bukur shumë. Kemi një numër të madh të partnerëve e donatorëve të cilët e kanë suportuar dhe kanë ndihmu atë kënd me qenë kjo që sot është. Pikrisht, edhe duhet shfrytëzoj këtë momentum që ti falenderoj përzemërsisht, se pa ndihmën e tyre nuk do ishim këta që jemi sot.
Definitivisht. Dhe jo vetëm proceset, po ndoshta edhe krejt ekipat brenda institucionit që janë, jemi vetë zhvillu brenda këtyre proceseve të cilat i ndihmojnë sot tatim paguesve. Një pyetje po ta bëj, ndoshta se jemi edhe drejt fundit, qysh e kishe pa administratën tatimore pa një analist të riskut? Valentine, kemi pa këtë administratën tatimore edhe pa këtë pjesë. Besoni ato që i përmenda une 2-3 javë ku kërkonin veç faturat apo thjesht apo barazon ajo, ka qenë e mundimshme. Edhe nuk mund të imagjinohen ditët e sotme të ketë një administratë tatimore, edhe jo veç tek pjesa administratës, të gjitha institucionet publike mendoj se duhet jetë një mendësi e njëjtë. Më thonë që pa një digitalizim të proceseve nuk mund të imagjinohet, dhe më thonë që të ecet përpara në procese, të rritet transparenca, të hiqet subjektivizmi, të përmirësohet efikasiteti në kryerjen e punëve. Gjitha këto janë komponenta shumë të rëndësishme, cilat realisht po nuk përqafojmë pjesën e avantazheve që na jep teknologjia informative, digitalizimi i proceseve të punës, neve realisht do të ngelmi mrapa. Unë besoj fuqishëm që edhe institucione tjera, flas për autoritete publike, do të ndjekin edhe duhet marrin mësim, mendoj, nga administrata tatimore se si ka ecë në digitalizimin e shërbimeve, ku sot neve 24/7 ofrojmë deklarim online, pagesë online, edhe kryerje të pjesës më të madhe të shërbimeve tatim pagues sot kanë mundësi online. E nesër do të kenë mundësi edhe më shumë. Edhe më shumë. Te kjo porta e madhe e ATK-s, që është platforma elektronike, ka jashtëzakonisht shumë brenda saj dyer të ndryshme, që është një oqean në vete, që ndoshta vetëm profesionistët që punojnë brenda saj, si brenda ATK-s, dhe atyre që punojnë janë financier të bizneseve, shohin benefitet dhe shohin se sa është ulur si kosto financiare, njëjtë edhe kosto kohore. Kjo çdo herë më shumë po pasurohet dhe po besoj krejt këto që i folëm do ta kompletojnë në një të ardhme të afërt dhe do të kemi, siç edhe the, do të kemi mundësi të jemi të krahasueshme me vende shumë më të zhvilluara, pavarësisht se çdo herë jemi motivuar dhe jemi vlerësu në dimensione të ndryshme dhe nga institucione kredibile. Agron, të falenderoj jashtëzakonisht shumë që sot kemi ne, nuk ishim zyrë të bisedu, ishim në një format tjetër, po besoj që kemi mrim, javë kristalizu bizneseve, ndoshta dyshimet e vogla që kanë munden me i pas rreth përcaktimit të rasteve të cilat bën nga ATK-ja, dhe kjo është shumë e rëndësi. Faleminderit shumë Valentina, për gjithë tatim pagues ti siguroj që deri vonë neve kemi pas 90% rasteve caktuar prej analizës të riskut, sot jo 100% e rasteve caktohen nga analiza e riskut me vendimin e fundit që janë marrë, domethënë nga menaxhmenti. 100% e rasteve caktohen nga analiza e riskut, kështu që nuk do t'ju troket askush nder tatim paguesve në rast se nuk ka dyshime për shmangje. Kjo është e qartë. Domethënë aspekti subjektiv mendojmë ose perceptimet e njerëzve jo këtu bin gjitha poshtë. Ndërsa për pjesën finale deshta të falenderoj edhe ty për mundësinë që na dhe me të vërtet unë ndjeva si nzyr ashtu. Faleminderit shumë për mundësinë, unë po besoj kemi shumë çka për me shpalos, po do t'ju japim kohë edhe mundësi edhe hera tjera që të kemi mundësi që të shpalosim gjitha. Faleminderit shumë. Faleminderit të gjithë të shikuesve që na kanë ndjek dhe siç edhe tha Agroni, nuk ka mundësi të gabimeve, po edhe nëse ka mundësi dhe nëse ka dyshime, normalisht ne kemi ndërtuar edhe mekanizmat brenda institucionit ku çdo tatim pagues mundet të drejtohet në departamentet të cilat veç janë aty prezent për me i trajtu ankesat, për me kërku ndoshta edhe këshilla në raste të tilla, sikurse është zyra ankesave, dhe po ashtu kemi një mekanizëm të jashtëzakonshëm siç është avokati i tatim paguesve. Kështu që ATK përveç që mundson me rrit kredibilitetin si ndaj jush, ashtu edhe ndaj brenda institucionit, kanë ndërtuar edhe mekanizma të tjerë të cilat favorizojnë ose ndihmojnë që juve në ato dyshimet e vogla që mund t'i keni, ti kristalizoni përmes
kalimit nëpërmjet këtyre departamenteve. Unë ju falenderoj shumë dhe po besoj që keni mësuar shumë rreth këtij sistemi kaq të rëndësishëm e që është shumë krucial, siç edhe thash fillim. Ne po besoj që shihemi në episodin tjetër ku do të flasim me ekspert ose diçka nga operativa ku për sot nuk mundem me përcaktu, po që do të jetë shumë i rëndësishëm për me dëgju se si janë proceset të ndryshme të cilat janë një gamë e gjerë e punëve që bëhen brenda autoritetit tatimor. Unë ju falenderoj shumë dhe shihemi episodin e ardhshëm.